përshëndetje për gjithë, sigurisht Obiliqin e monin mene dhe gjithmonë e kujtoni si një vend me ndotje, po jashtë Obiliqi ka edhe kësi hapësira të gjelbrune. Faleminderit gjithë që keni gjetë ku sot me ortu. Sot në këto ditë ne po shënojmë javën e lëvizjes, në fakt është lëvizja po i mbush 20 vjetë, e ne sot ne këtu po e bën edhe më madhështore vetë prezenca e kryetarit lëvizjet, njëherit kryeministrit tonë të dashur Albin Kurti. Mirë se erdhe kryeministër. Ne tash veç po shkojmë drejt zgjedhjeve lokale e nuk kam çare pa i fol një dy fjalë sepse Obiliqi ka nevojë shumë për ambientet e tilla e sigurisht në vitin e ardhshëm kur ne do ta festojmë javën e lëvizjes, do t'ju thrasim krejt në një ambient tjetër ku qeverisja jonë do ta ndërtoj shumë më mirë e më bukur. Faleminderit e tani fjalën po ja kaloj kryetarit të rinisë për lëvizjen. Faleminderit kryetari i qendrës tonë në Obeliq, kryetari i ardhshëm i komunës Halitaçi, i nderuar kryetari i lëvizjes, kryeministri i Republikës Albin Kurti, të nderuar të rinjë të reja, të dashur shokë e shoqe. Mblidhemi sot këtu për të përkujtuar një rrugtim e për të përforcuar një zotim që rinia jonë nuk hesht dhe nuk nënshtrohet. Në vitin 2005, 10 të rinj e themeluan lëvizjen vetëvendosje. Ata nuk ishin të privilegjuar nga pushtetet e as të privilegjuar nga rrethana tjera politike. Ata kishin një gjë më të rëndësishme, kishin një ideal të drejtë dhe një bindje të thellë, por mbi të gjitha kishin guximin për të vepruar. Sot, shumica nga ne këtu kemi lindur ndoshta edhe pas vitit 2005 kur është themeluar lëvizja vetëvendosje. Ne si të rinë në lëvizje, rinia për vetëvendosje, duhet të jemi zë i fuqishëm, qelizë aktive që veprojmë e punojmë në çdo lagje, në çdo rrugë, në çdo shkollë, në çdo universitet, në çdo qytet të Republikës. Sepse duhet ta forcojmë lëvizjen tonë. Dhe lëvizjen e forcojmë duke u angazhuar për ditë bashk të organizuar, sepse organizimi na fuqizon e na bashkon. Sot jemi shumë krenar që jemi bashkë me ju këtu, që e nisim një proces të zgjedhjeve lokale e që në këto proceset e brendshme e shumë rëndësishme që të angazhohemi secili, sepse fitoren e jashtme e sjell angazhimi i brendshëm. Unë nuk dua të zgjash shumë, me lejoni që të ftoj para jush kryetarin e lëvizjes, aktivistin e përhershëm politik, kryeministrin e Republikës Albin Kurti. Të dashura treja e tri, faleminderit shumë që na keni mbledhur në këtë vend që ma zbuluat edhe mu, sepse për herë të parë po vi këtu, kam shëtitur e udhëtuar, kam takuar njerëz anën bon Kosovës, por në këtë vend ku jemi sot jam edhe unë për herë të parë. Edhe një dëshmi më shumë se nuk e kanë mirë ata që thojnë që s'ki që ka mëson për rinis. Pikërisht për rinis më shme më shumë mas shumëti. Rinia ta zbulon e rizbulon vendin tënd e në këtë rast neve na duhet që të organizohemi në mënyrë që ta rizbulojmë demokracinë e këtë në zgjedhjet lokale të 12 tetorit, atëherë kur anën ban komunave të Kosovës, duhet që të kemi dalje masive në zgjedhje dhe gjithandej të fitojnë kandidatët më të mirë, më të drejtë, më të vërtetë, më të dobishëm, më vetëvendosje. Nuk kemi shumë kohë, drejt e zgjedhjet janë 4 muaj minus 3 ditë, që i bjen drejt e fushata janë 3 muaj minus 3 ditë.
Jemi duke numëruar të poshtë edhe le ta shfrytëzojmë maksimalisht secilën ditë, le ta shfrytëzojmë secilën orë, në mënyrë që dalja të jetë masive e po ashtu e tillë edhe fitoria jonë. E dalja do të jetë masive atëherë kur rinia merr pjesë. Prandaj ne varemi shumë nga ju për pjesëmarrje masive, për angazhim të përditshëm, për çdo orë të secilës ditë deri me 12 tetor, ashtu që ta festojmë bashk fitoren në mbrëmjen e atyre zgjedhjeve, ndoshta jo në këtë vend, por në përsheshet anën banë Kosovës, kur do të na dalin rezultatet që vetëvendosja është e para. Si që tha Libroni, ne patëm me 12 qershor tash 20 vjetorën e lëvizjes dhe 26 vjetorën e çlirimit. Unë u uroj të gjithëve juve këto dy festa shumë të rëndësishme, por ato na kujtojnë në për sfidat që kemi kaluar, mësimet që i kemi nxjerrë, por gjithashtu na japin edhe kurajo dhe entuziazëm për fitoren që na pret. Me rëndësi është të jeni aktiv në çdo qendër, në çdo pikë. Të qenit aktiv do të thotë të merrni pjesë në mbledhje, të takoni qytetar, të merrni pjesë në aktivitete, jo vetëm të jeni të pranishëm, por të merrni pjesë në diskutime, të jepni propozime dhe gjithashtu të jeni aktiv në vendimarrje. Atëherë kur vendoset se kush çfarë do të bëj, meqense rezultatet sikurse puna janë ekipore. Siç e tha Libroni i rinisë për vetëvendosje, puna e brendshme, angazhimi i brendshëm na nxjerr neve edhe na ndërton atë fitoren e jashtme. Pa u mobilizuar për brenda, pa punuar shumë brenda vetës, nuk mund t'i kemi ato fitore të se t'i dëshirojmë. Prandaj takoni qytetarë sa më shumë, u shpjegoni vetëvendosjen, i bëni aktiv në për projektet tona të ndryshme, në secilën komun dhe në atë mënyrë ndërtojeni fitoren qysh para fushatës, e në fushat e konfirmojmë atë, ndërkaq në ditën e zgjedhjeve e vullosim edhe e festojmë. Tash ka disa tri që nuk janë student, por studentët përgjithsisht janë tri. Përveç rinisë për vetëvendosje kemi edhe një organizat tjetër, që është shumë e rëndësishme në universitet, ajo është SKV-ja, Studim Kritik Veprim, dhe të gjithë ju që jeni në RVV, po s'jeni në SKV, e jeni edhe në LVV, mund të jeni edhe në SKV. Pra, pse të mos jeni në tri organizata, jo vetëm dy. E nëse jeni vajzë ose grua, atëherë mund të jeni edhe në GVV. Pra në 4 organizata gjithsej. Njëra se përjashton tjetrën, përkundrazi vetëm përplotësohen me njëra tjetrën. Dje kemi pas në kuadër të javës lëvizjes ditën e organizimit, par dje kemi pasur ditën e gruas, ndërkaq sot e kemi të rinis. Andarsojeni sa më shumë në këto organizata, punoni me krejt që ka dini e mundeni, ndihmojeni njëri tjetrin me solidaritet të brendshëm dhe me datën 12 tetor, qysh është harta plotësisht e kuqe gati, anën banë, cep më cep, si shpo themi ne, nga zgjedhjet të 9 shkurtit 2025, le ta bëjmë të tillë edhe me 12 tetor 2025. Faleminderit për angazhimin e kontributin që e bëni, dhe do t'jemi gjithmonë pranë juve, sepse bashkë me juve. Nëse s'jemi për rinin, nuk jemi për asnjë send. E nëse jemi për rinin e me rinin, atëherë bëhet shumë shka e bëhet gjithë shka bashkë. Gëzuar!